Procesi gjyqësor për dosjen Partizani vijoi këtë të hënë me dëshminë e ish-ministrit të mbrojtjes Gazmend Toketa, i cili u thirr për të sqaruar rolin e institucionet që drejtonte në procedurat që lidhen me kompleksin sportiv. Gjatë dëshmisë së tij, Toketa u shpreh se Ministria e Mbrojtjes nuk ishte kompetencë ligjore për të penguar apo vendosur mbi privatizimin e pronës, duke theksuar se dokumentacioni administrativ kishte kaluar në zyrën e tij vetëm pasi procedurat përkatëse ishte përmbyllur. Ish-ministri deklaroi se sipas kujtesës së tij, klubi Partizani nuk ka përbërë asnjëherë një çështje me rëndësi të veçantë për ministrin e mbrojtjes. Ai tha se objektivi nuk shërben për nevoja ushtarake dhe administrohet prekosh nga subjekte private, ndaj nuk ishte pjesë e prioriteteve të dikasterit që drejtonte. Toketa shtoi se kompleksi ishte në varësi të politikave që lidhen me sportin dhe jo me mbrojtjen kombëtare, duke argumentuar se Ministria e Mbrojtjes nuk ishte as interes funksional dhe as përgjegjësi administrative mbi atë pronë. Në vijim të dëshmisë, ai nënvizoi se të gjitha veprimet proceduriale janë kryer mbi bazën e legjislacionit në fuqi dhe praktikave administrative të kohës. Sipas tij, urdhri që firmosi për dorëzimin e pronës përfaqësonte zbatimin e një procedure të përfunduar dhe jo një vendimarrje të re mbi statusin e saj. Dëshmia e Gazmend Toketës vjen pas asaj të ish-ministrit Ylli Pango dhe është pjesë e procesit të shqyrtimit gjyqësor të dosjes Partizani, në të cilën po administrohen dëshmi dhe prova lidhur me procedurat e privatizimit të ish kompleksit sportiv.